Po vazhdojmë me një ngjarje tjetër. Alo. Sot është nata finale e Festivalit të Këngës Popullore Kosovarja. Këndon që organizohet nga komuna e Ferizajt. Drejtori Astrid Mustafa ka bërë punën më të madhe për këtë festival dhe përgjegjësinë më të madhe, prandaj ai sot është me ne tani në linjë dhe do të mësojmë se si kanë bërë këto përgatitje. Zoti Mustafa, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi juve. Si i keni punët sot, jeni bogati për natën finale? Mirë, shumë mirë, jemi shumë gati të përgatitur me të gjitha përgatitjet kanë mbaru dhe sonte në Ferizaj në orën 17 shfaqet Festivali Kosovarja Këndon në Teatrin Adriana. Po, para se me fillu me zbërthi për mbajtjen, po mban përshtypje që e keni rujt emrin. Emri është rujt vit pas viti dhe është kriju një traditë 53 vjeçare, tashmë është viti 53, qysh nga viti 1972 kur qëllimi i festivalit ishte emancipimi i vajzës dhe gruas shqiptare dhe mendoj se është kriju një traditë mjaft e gjatë e kjo na bën që për çdo vit me pasë dhe me gëzu entuziazmin sikur në edicionet e para. Ka një entuziazëm të tillë, zoti Mustafa? Patjetër është një fest të cilën ne e kalojmë me shumë kënaqësi, mblidhemi, vinë nga të gjitha trevat, vajza dhe gratë të cilat e kanë pasion këngën dhe me shumë kënaqësi kalohen provat, puna, është një atmosferë shumë festive. Po, si bëni përgatitjet prej vitit në vit për këtë festival, me që e ruani me fanatizëm kultivimin e tij, që shiftoni gjenerata të reja? Sa ka publik prej këtij brezit të ri me josh ndoshta për përmbajtjen e këtij festivali? Po, patjetër është publik ka, po ne kemi problemin se nuk kemi ambient se ku ti fusim, me qenë se teatri i Ferizajt është një teatr relativisht i vogël edhe aty vetëm probleme kemi aty se mandej kemi hallë se interesimi është shumë i madh ndërsa ne nuk mund sigurojmë për më shumë se 230 ulse sa ka teatri. Po interesimi për pjesëmarrja është shumë i madh sepse tashmë dihet çdo nëntor, çdo prag festash të nëntorit faktikisht edhe më herët fillojnë përgatitjet dhe ka pas të interesuara vajza nga qytete të ndryshme dhe interesimi është mjaft i madh. Festivali ka emër tashmë dhe njihet. Kush merr pjesë? Çush janë kriteret për me marr pjesë? Domethënë, me që mbahet në komunën tuaj, por e keni zgjeruar hapësirën edhe për të tjerë? Po, sigurisht ne edhe pse vetë emri tregon Kosovarja Këndon, domethënë marrin pjesë të gjitha vajzat dhe gratë të cilat e kanë pasion këngën, i vetmi kriter është mosha mbi 16 vjeç dhe sigurisht interpretimi i mirëfillt i këngës ku duhet plotësu kriteret e interpretimit drejt, me ritëm, intonacion, me këngën popullore duhet me pas. Këngën popullore, sigurisht, këngën e kënduar popullore. Po. Edhe nga këto prova që keni pas, zoti Mustafa, ka prurje të reja të talenteve të reja, vajzave të reja që e duan këtë zhanër? Po vit pas viti, ky është edhe misioni i festivalit për të zbuluar talentet e reja, vit pas viti vinë vajzat të cilat shumica prej tyre ngjiten për herë të parë në skenë.
ndërsa përzgjedhja bëhet përmes audicionit, ne përzgjedhim paraqiten me këngë popullore, ne përveç tjerash edhe ju propozojmë këngë të cilat ndoshta i kanë mbulu harresa, këngë të bukura perla nga muzika jon popullore, të cilat i bim me një orkestrim të ri, edhe e mira që ne e shohim edhe kënaqësia është se gjatë provave pothuajse të gjitha vajzat i mësojnë të paktën nga 20 këngë tjera, përveç këngës së vet që Çfarë suksesi, domethënë është një punë shkolle aty. Po, është një trajnim i veçantë që u bë me hollësi në detaje edhe prej njerëzve shumë profesional në këtë punë. Sa mirë. Sa mirë. Sot pas këtë punë keni mysafir sigurisht dhe nuk duam ju marr më shumë kohë, por deshta ta shënojmë si ngjarje të ditës. Kosovarja këndon ka një rrugtim të gjatë edhe unë ju përgëzoj shumë zoti Mustafa për mundin e angazhimin që bëni për ta mbajtur gjallë këtë festival. Faleminderit juve për kujdesin dhe faleminderit të gjithëve bashkë miqve, kolegëve që punojnë bashkë me mua, është një ekip shumë i madh që punon në këtë festival dhe sigurisht faleminderit juve për kujdesin. Do të shihemi në mbrëmje, besoj që do të dalim andej të shohim festivalin. Faleminderit shumë për kohën tuaj e sukses e mbarësi. Faleminderit, gjithë të mira. Ti ishim me sotin Astrid? Po? Ndëgjuesve që mund ta ndjekin edhe drejt për drejt përmes rrjetit të RTK-s. Po, Radio Televizioni i Kosovës do ta transmetoj drejt për drejt këtë festival. Faleminderit shumë zoti Mustafa. Edhe do të jemi bashkë edhe herave të tjera. Zoti Astrid Mustafa, drejtor i festivalit Kosovarja këndon, ishte me ne. Ky festival mbahet sonte prej orës 17 në Ferizaj. Atje mund të bëhemi bashkë, edhe pse salla tha zoti Mustafa është pak e vogël, po mund të bëhemi bashkë për ta shijuar këngën e bukur popullore që do të interpretohet nga vajzat e gra në këtë festival.